kritikat për mënyrën se si po bëheshin punët PD, gjithmonë kam qenë konstant për të thënë që kam shumë dëshirë dhe këtë e kam bazuar dhe mbi argumenta që zotit Berisha t'i hiqet non grata për mënyrën se si ka shërbyer në këtë shtet, për mënyrën se i ka drejtuar, krahasuar me gjithë zullumet e tjera që kanë bërë politikanë të krave të tjera, mund të jetë i fundit që mund të projektohet non grata. Pra kam shumë dëshirë t'i hiqet non grata. Kam qenë dhe jam një mbështetës i fortë i SPAK-ut, por gjithmonë nisur dhe në konsultat me juristat, procesi që nisi SPAK-u ka zotit Berisha ishte mbi një bazament të lëkundshëm ligjor. Dhe këto parime i kam thënë, i them dhe do të vazhdoj t'i them këto qëndrime, por kjo nuk më bën sepse në parti politike bashkë me zotin Berisha e të tjerë jemi për të fituar zgjedhjet. Kur unë konstatoj që vendimarrja nuk shkon në këtë drejtim, nuk mund të hesht. Do ta çmontojmë. Pse? Patjetër. Pra janë zgjedhjet më të shëmtuara dhe dihet fituesi? Patjetër. U rikthye para 3 vitesh. Nuk po i hym historisë që ka pasur gjërat pozitive të qeverisjes, gjërat negative, 2005-2009 ishte një qeverisje shumë e mirë, 2009-2013 kishte oscilacionet e veta me 21 janarin e tjerë. Nuk po po themi procesin ka shirur Lulzim Bashës. E mori dhe e solli në PD. Nuk e hoqi as në 2017-ën, as në 2021-shin, kur Lulzim Basha nuk zgjidhi hallin e demokratëve. Pra nuk fitoi zgjedhjet. U mor me Lulzim Bashën dhe e hoqi, kur Lulzim Basha u mor me atë personalisht. Po ju me kishit zoti. E përjashtoi nga PD-ja. Vendimmarrja e Lulzim Bashës atëherë për ishën që u projektua non grata, për ne u konceptua si e drejtë. Zoti Berisha u rikthye, filloi me rithemelimin, u bënja 2 betejë zgjedhjet pjesëme lokale dhe zgjedhje lokale ku tregoi që ishte shumë më i fuqishëm se Lulzim Basha, dhe kjo na nxiti që të unifikohemi si grup parlamentar, sepse në fundit problemet që kemi me Berishën janë shumë të vogla se problemet që kemi. Po thoni që u pozicionuam me Berishën. U bashkëpunuam në grup, nuk u pozicionuam. Ne nuk mund të vazhdonim të rrinim luftë njëri me tjetrin, kur përballë kishim Edi Ramën. Letrat, shifrat na treguan që në ato zgjedhje lokale Berisha doli më i forti, grupimi më i fortë opozitar. Le të flasim në këto kushte. Mund të mundi Edi Rama duke luftuar me Berishën që tregonte që kishte. Pra ne u bashkuam në grup parlamentar duke menduar që zoti Berisha do krijonte, nisur nga eksperienca e tij si 8 vjet kryeministër, si president i këtij vendi, do krijonte një koalicion opozitar për të krijuar rotacionin politik. Ktu filloi ajo që e gjithë vendimarrja dhe gjithmonë mendonim që e nisi këtë lëvizje dhe vetë do bëj një hap mbrapa. Kjo nuk ndodhi. Kjo nuk ndodhi dhe e gjithë vendimarrja ishte që caktoi drejtuesit politik jo mbi kritere kush jep maksimumin në qarkun respektiv, po mbi kriteret kush ka shërbyer mua personalisht në raportet që kam pasur me drejtsinë. Iku elementi i parë. Bëri primaret, që ishin element të provuar që ishin të dëmshëm brenda Partisë Demokratike, nuk i respektoi primaret. Qofse ishte lider që ishte kthyer për të bërë rotacionin politik, duhet të bënte maksimumin e bashkimit koalicionit opozitar, se po ta shikojmë Rama nuk merr më shumë se 50%. 48-49% është. Çfarë ndodh? Është 4-cifrisht përgjegjësia e zotit Berisha, që mundësia që Shqipëria bëhet dhe shumë formacione të tjera që janë jashtë koalicionit PD-s, por i vetmi kriteri që funksionojnë këto 3 vite nuk ishte se si partia të bëjë më e madhe se kryetari dhe të shkonte drejt elektoratit gri, po dhe listat e deputetëve u hartuan duke respektuar vetëm një kriter. Kush më del mua në protestat përballë SPAK-ut, ose shumë e shëmtuar ta thuash, ose kush është i thirrur nga SPAK-u. Dhe këto, të gjitha bashkë, kanë dhënë ndikimin e tyre që ne po futemi në këto zgjedhje me një opozitë të pafuqishme për të bërë rotacionin politik, sepse nuk e ka pasur objektiv. Nuk e ka pasur objektiv? Nuk është futur në objektiv, sepse po të mundste, po të futej në objektiv. Po ata çforcojmë nga pak, qofse është sforcuar. Po të kishte objektiv për të mundsuar rotacionin politik dhe për të fituar, duhet i fusë edhe partitë e tjera? Jo, okay, po të kishte objektiv për të fituar, sepse pra, i gjithë problematika është që Rama do marri pushtetin për mandatin e 4, dhe Berisha do marri një grup parlamentar
tërësisht të unifikuar për të vazhduar dhe për të marrë me agjendën e tij personale. Këtu fillon dhe mbaron gjithçka dhe mua prandaj më vjen keq sepse kjo ka sjellë një braktisje masive të demokratëve. Këtu do jemi me 12 maj. Do ketë një pjesëmarrje minimale në votime, sepse njerëzit e kanë kuptuar. Shif kudo ku ta prekësh. Dalim te kontrata që ka lidhur me do të pyes për atë, po zoti Xhaferi, ka disa çështje në këto që ju trajtuat. E para, besoj se ju si momenti më të rëndësishëm kapet atë të listave. Jo, janë shumë element. Jo, një nga elementet ose nuk shoh. Shikoj, jeni gazetar me eksperiencë dhe keni vite që e ndiqni politikën. Në këto 3 vite që Berisha u rikthye, ta them shumë sinqerisht, më thua dot një vendimarrje që ka qenë në drejtimin e dur për të bërë rotacionin politik? Ktheje kokën mbrapa dhe merr. Kush? Jo, unë po tisha aty në vendin tënd do të jepë përgjigje, po jam këtu. Unë bëj pyetje këtu sepse mbaj qendrim pastaj. Jo, rani. Mbaj qendrim, po si gazetar do mbaj qendrim ndërsa këtu se bëj. Ju e keni parë që ma mirë kupton këtë. Unë qëndroj në pozita shumë korrekte dhe të sinqerta. Para se të bëja këtë argumentim, isha unë që thash që nuk është Berisha që e meriton të jetë non grata, krahasuar me zullumet që kanë bërë këta politikanë që janë dhe kam thënë që para 3 vitesh. Po kështu mbështes pakun, po ka element çedues në procesin që ka nisur zoti Berisha, dhe kur vjen puna tek zgjedhjet, mua më vjen shumë keq që konstatoj që prek një vendimarrje që nuk e çon po dëndë drejtores. Pyetje.